Gjojnë këtë hadith interesant. Thot, ma amila ademijun min amelin anja lahu min adhabillah min dhikrillahi azza wa jall. S'ka bërë njeriu në këtë botë në një punë që është më shpesdhënëse për ta shpëtuar atë nga dënimi i Zotit, si përmendja e Zotit, subhanallah. Që përmendja e Zotit s'ka nevojë për abdes, s'ka nevojë për kible, s'ka nevojë je me gusl, pa gusl, s'ka lidhje fare për mendjen e Zotit. Subhanallah, subhanallah. Thot al-baqiyatu s-salihat. Fjalët subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Një ditë pejgamberi alayhis salatu wasalam ju thot shokëve të tij, dëgjoj këtë, sa është e bukur. Merrni armët, merrni mburojat, merrni. Ato thon pejgamberi Zot pse ka luftë. Kur thuhet merrni armët, merrni mburojat, do thotë se po not diçka e papritur. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, tha ata, "Amin aduvin qad hadar?" Than ata, pse prezantoi armiku? Qala la junnatakum min an-nar. Tha jo, armët që ju mbrojnë nga zjarri i xhenemit. Tha në pejgamberi i Zotit, cilat janë ato armë? Subhanallah, tha, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Këto quhen ndryshe al-baqiyatu as-salihat, që Zoti i ka përmend ku? Në cilën sure? Surën al-Kahf. Ka thënë Zoti në Kur'an, wal-baqiyatu as-salihatu khairun inda rabbika thawaban wa khairun amala. I ka thujt Zoti këto katër fjali, i ka thujt Zoti al-baqiyat as-salihat. Al-baqiyat as-salihat, po ta përkthesh shqip, fjalët që mbeten, fjalët e mira që mbeten dhe nuk fshihen kurrë. Fjalët e mira që mbeten dhe nuk fshihen kurrë. Pra këto fjalë që ti i thu, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, mbeten, nuk fshihen. Nuk ka gjë që i fshin deri në ditë kiametit dhe përsëriten, edhe pse ti ndoshta nuk je në këtë botë.